Dashi, në dashuri sot do të ndjeni nevojën për të shprehur më shumë ndjenjat tuaja ndaj partnerit, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim të papritur që do t'u ndryshojë humorin. Në punë mund të merrni një detyrë të re që kërkon vëmendje të veçantë, ndaj përqendrohuni dhe mos lini hapësirë. Demi, marrëdhëniet romantike do të jenë të qeta, por duhet të shmangni debatet e kota që mund të shfaqen nga keqkuptime të vogla. Në ambientin e punës do të ndjeni të motivuar për të përfunduar detyrat e mbetura, gjë që do të vlerësohet nga kolegët. Kujdesuni për shëndetin. Binjakët, sot do të ndjeni nevojën të jeni më të hapur me partnerin dhe t'i ndani shqetësimet tuaja, ndërsa beqarët mund të marrin një mesazh interesant. Në punë një projekt i ri do të kërkojë bashkëpunim dhe kreativitet, ndaj mos hezitoni të jepni idetë tuaja. Shëndeti paraqitet i mirë. Gaforja. Në dashuri mund të përjetoni një ditë të ngrohtë dhe të qetë me partnerin, ndërkohë që miq të vjetër mund të rikthehen në jetën tuaj. Në punë pritet një lajm pozitiv që lidhet me një promovim ose avancim, kështu që mbani syt hapur për këtë mundësi. Kujdesuni për shëndetin mendor. Luani, sot do të ndjeni të lidhur emocionalisht me partnerin dhe do të keni mundësi të kaloni momente të veçanta, ndërsa për beqarët një miqësi mund të shndrohet në diçka më shumë. Në punë do të hasni sfida, por këmbëngulja do të shpërblehet në fund të ditës. Virgjëresha, marrëdhëniet romantike kërkojnë pak më shumë durim dhe mirëkuptim sot, ndaj përpiquni të dëgjoni partnerin tuaj. Në punë mund të lindin disa keqkuptime me kolegët, kështu që komunikimi i qartë është thelbësor. Fizikisht do të ndiheni mirë, por mos e teproni me lodhjen dhe kujdesuni për hidratimin. Peshorja, në dashuri një bisedë e thellë do të ndihmojë në zgjidhjen e disa mosmarrëveshjeve të vogla me partnerin, ndërsa beqarat do të kenë mundësi të reja. Në punë do të ndjeni të vlerësuar dhe mund të merrni një propozim të rëndësishëm. Akrepi, sot marrëdhëniet do të jenë të ngrohta dhe plot mbështetje, ndërsa një surprizë nga partneri apo një mik i afërt do t'ju gëzojë. Në aspektin profesional, një koleg mund të kërkojë ndihmën tuaj ndaj bashkëpunimi, është çelësi për sukses. Shëndeti është i mirë, por kushtoi një rëndësi ushqimit të shëndetshëm. Shigjetari, në dashuri do të jeni më të hapur ndaj ndjenjave të partnerit dhe do të keni mundësi të forconi lidhjen tuaj. Në profesion, një detyrë e re do t'ju sfidojë, por aftësitë tuaja do t'ju ndihmojnë ta përfundoni me sukses. Kujdesuni për shëndetin duke bërë pak aktivitet fizik ose duke dalë në natyrë. Bricjapi. Sot do të ndjeni nevojën për më shumë dashuri dhe vëmendje nga partneri, ndaj mos nguroni të kërkoni atë që ju duhet, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë interesant në një rreth shoqëror. Në punë do të keni mundësi të shfaqni talentin tuaj dhe të fitoni vlerësimin nga e prorët. Ujori, marrëdhëniet personale do të përmirësohen fal komunikimit të hapur, ndërsa një udhëtim i vogël me partnerin mund të sjellë freski në lidhje. Në punë është dita e duhur për të kërkuar ndihmë nëse hasni vështirësi, pasi bashkëpunimi do të sjellë rezultate pozitive. Shëndeti kërkon vëmendje. Peshqit, në dashuri do të ndjeni harmoni dhe mirëkuptim, ndërsa një bisedë e sinqertë me partnerin do të zgjidhë një shqetësim të vjetër. Në punë pritet një ditë dinamike ku mund të merrni përgjegjësi të reja, të cilat do t'ju ndihmojnë të rriteni profesionalisht. Shëndeti është i mirë.